Emmanuel Macron njoftoi se Franca do të rikthejë shërbimin ushtarak vullnetar për të përballur me rrezikun e rritje që vjen nga Rusia. Programi do të fillojë nga vera e ardhshme dhe vullnetarët e rinj do të shërbejnë vetëm në territoret franceze dhe jo jashtë vendit. Rekrutimi ushtarak në Francë kishte përfunduar në vitin 1996. Franca rikthen shërbimin ushtarak vullnetar përballë kërcënimit në rritje që vjen nga Rusia dhe rrezikut për një konflikt në shkallë të gjerë në Europë. Vendimi u njoftua nga presidenti Emmanuel Macron dhe ka mbështetjen e pjesës më të madhe të partive politike franceze. Macron tha se një shërbim i rikombëtar do të krijohet gradualisht, duke filluar nga vera e ardhshme. Vullnetarët e rinj do të shërbejnë vetëm në territoret e Francës dhe jo në operacionet ushtarake jashtë vendit. Megjithatë, Parisi nuk po e shqyrton rivendosjen e rekrutimit ushtarak, i cili përfundoi në vend në vitin 1996. Njoftimi i Macron vjen më shumë se 3 vjet e gjysmë pasi Rusia filloi luftën në Ukrainë. Presidenti francez dhe zyrtar të tjerë të lartë të vendit kanë paralajmëruar se Moska mund të mos ndalet në kufijtë e Ukrainës. Generali më i lartë i vendit, shefi i shtabit forcave të armatosura, shkaktoi tensione në vend javën e kaluar, duke paralajmëruar se Franca duhet jetë gati të humbasë fëmijët e saj, pasi Rusia po përgatitet për një përballje me vendet europiane në 5 vitet e ardhshme. Forcat e armatosura franceze kanë afërsisht 200.000 personel ushtarak aktiv dhe 47.000 rezervist, numra që pritet të rriten deri në vitin 2030. Vendimi i Francës vjen pasi Gjermania prezantoi modelin e ri ushtarak që parashikon rekrutime detyruara me synim zgjerimin e ushtrisë.